pastrimin e parave, sidomos që lidhet me punën e doganës, është pastrimi i parave bazuar në tregti. Në këtë rast, kompanitë të cilat importojnë i rrisin çmimet me rastin e importit me qëllim që të pastrojnë paratë. Kemi pas rastin në të kalumen me rastin e privatizimit, kur janë fryer faktura, po edhe me rastin e investimeve të ndryshme të cilat janë bërë riparime të ndryshme në për kompani publike. Prekandet e doganës të Kosovës në cilët sektor të ekonomisë identifikohet që mundet me pas shpërblame të para në Kosovë? Kërëshnik, prekandet të doganës është problematike të identifikohen në cilë sektore, për arsye se në pastrimin e parave, sidomos që lidhet me punën e doganës, është pastrimi i parave bazuar në tregti. Në këtë rast, kompanitë të cilat importojnë i rrisin çmimet me rastin e importit me qëllim që të pastrojnë paratë. Në këtë fazë, fatmirësisht, në doganën e Kosovës, gjitha rastet të cilat i kemi duke i hetu, kemi të bëjmë me nënvlerësime, që është e kundërta e pastrimit të parave. Mirë po, kemi pas rastin në të kalumen, me rastin e privatizimit, kur janë fryer faktura, po edhe me rastin e investimeve të ndryshme të cilat janë bërë riparime të ndryshme në për kompani publike, dhe gjithherë, kur janë identifikuar ato nga dogana e Kosovës, janë raportuar të agjencionet përkatëse që merren me hetimin e pastrimit të parave. Çush funksionon kjo skeme fryrjes faturave në rast se ka investime? Çështja e privatizimit ka qenë specifike në Kosovë dhe ka qenë obliguar kompania e cila ka blerë një kompani publike të investojnë në shumë të caktuar të mjeteve financiare. Ata, përmes fryrjes së fakturës, i kanë rritur investimet e tyre edhe janë barazuar në kontabilitet se i kanë kryer gjithë ato obligimet e dala nga kontrata me rastin e blerjes. Por kemi pas edhe raste tjera, kompanitë të cilët e kanë dërguar në riparim një pjesë e cila ka kushtuar rreth 100.000 euro. Në rastin e kthyerjes në Kosovë, pas riparimit, vlera është bërë 1.5 milion euro. Edhe në këto raste, me dyshime se kemi të bëjmë me veprën e pastrimit të parave, ne e kemi referuar tek organet kompetente. Këtë rast, Policia e Kosovës, sektori i krimeve ekonomike, hetime financiare. A mundet kjo skeme u përdor edhe prej biznesov, pra bizneset me i fry investimet e veta? Është e mundur për arsye se ne akoma nuk kemi futur në kontroll që të gjitha importet, pagesat kryhet paraprakisht përmes sistemit bankar dhe me pastaj të bëhet importi madrave. Kështu që akoma kemi në ekonomi e bazuar në cash. Kemi raste kur deklarohen mjetet monetare në kufi, shkohen blehet malli dhe pastaj sjellet në Kosovë. Mirë po, me qëllim i parandalu këto, gjitha këto raportimet mjeteve, gjitha këto lëvizjeve të paras, cash, hyrje dhe dalje, ne i mbledhim, i raportojmë tek njësiti inteligjencës financiare dhe ata përmes analiza më detaje i përcjellin të organet kompetente. Sa përket fryrjes së çmimeve, ne me shumicën e vendeve miqe të cilat kemi arritur të kemi bashkëpunim, kemi nënshuar edhe memorandum me bashkëpunimi dhe i shkëmbejmë dhana tregtare. Vlerën e mallit në rastin e eksportit, barazohet me atë të cilën është importuar tek ne. Sektoret profesional brenda doganës së Kosovës sigurohen se kemi përmbushje në këtë drejtim edhe nuk kemi shmangje. Po e nxojmë një shembull konkret. Dikush vendos me bleni pajisje dhe vjen e regjistron Kosovë si investim. Çush rritet vlera këtë për me? Me rastin e është mallrat kryesisht të cilat kanë tendencë të fryhet vlera aty në mallat të cilat janë të liruar nga taksa doganore. Rritet vlera fiktive, nuk pagun taksa në rastin e importit, kur shitet, atëherë deklarohet se është shit me një çmim minimal, po vlera është fryer fillimisht, tatimi paguhet vetëm në atë vlerën të cilën e ka deklaruar se e ka fitu, ndërsa pjesa tjetër është fitimi plot edhe futet në sistem. Kemi folë në vazhdimsi për kontrabandën e cila është zhvilluar në zonën e Veriut prej vitit 2002 e tutje. Sa vlerësohet që është fitu prej kësaj kontrabande? Kontrabanda në Veri ka qenë problematike. Ka qenë problematike për shkak që institucionet e zbatimit të ligjit në atë kohë nuk kanë mujtë të operojnë në atë pjesë, për shkak problemeve që të gjithë i dimë. Nga analizat e cilat i kemi ne, nga shkëmbimet tregtare që kemi arritur të i sigurojmë përmes bashkëpunimeve të agjencionet të zbatimit të ligjit, me memorandume të bashkëpunimit që i kemi pas në atë kohë, kemi arrit me faktu se
vlera e mallit e cila është eksportuar nga Serbia në drejtim të Kosovës ka qenë diku në rreth 45 milion euro. Shmanget gjithmonë për secilin vit ka qenë nga 12 deri në 15 milion euro. Kryesisht kemi pas derivate, duke mos përjashtuar edhe kategorinë tjetër të mallrave, siç janë mallrat ushqimore. Flasim për një shumë rreth 150 deri në 200 milion euro shmangje nëse do marrim për 2-13 vjet sa kanë ndodhur. Për afërsisht aty. Ku kanë me të parë? Për cila këtyre parave ka qenë problematike. Ka qenë problematike sidomos pas ligjit të faljes së borxheve dhe amnestisë. Gjitha ato veprat të cilat kanë ndodhur në atë pjesë janë amnestuar edhe nuk kemi pas më kompetenca për vazhdimin e hetimit të tyre. Ju i njihni këta njerëz që janë marrë me kontrabandë, kanë pas procedime penale. Po. A janë përfshi këta njerëz në bizneset të ligjshme? Një pjesë e tyre po. Një pjesë e tyre pas saj kanë filluar edhe kanë kryen veprimtari, janë aktiv në Kosovë dhe gëzojnë bizneset të tyre. Kryesisht në ndërtimtari, në shërbime? Gjitha fushat. Shërbime, ndërtimtari, import, eksport, gjitha fushat. Është përmend një fushë tjetër e cila po ashtu ka mujt me u përdorur për shpërlamin e parave që janë kazinot. Kazinot kanë qenë problematike në atë kohë dhe në fakt ne roli i doganës në këtë drejtim ka qenë mbledhja e akcizës. Për një aparat për lojë fati kanë paguar 500 euro secila kompani dhe ne i kemi mbledh ato të hyra. Mirë po kazinot në bazë literaturës, në bazë trajnimeve të cilat i kemi ndjekur edhe përvojës që i kemi shkëmbyer me kolegët ndërkombëtar, kazinot janë një mundësi e mirë të shpërlarjes së parave. A ka një llogaritje sa milion euro kanë mujt kazinot me shpërla ose me i fut në treg, si prej parave të paligjshme në para të ligjshme? Është nga ana aspekti doganor është problem të dim sepse nuk i dim deklarimet e tyre sa i kanë deklaruar se i kanë ata fitim. Mirë po ke parasysh se secili qytetar ka mujt me shku me lut me cash edhe të i humb ato para, ndërsa kompania e cila ka fituar ti deklaroj se i fitim edhe ti lancoj në tregun kosovar ato mjete. Momentalisht jemi duke u zhvillu si shoqëri në tregun e kriptovalutave dhe në tregun e blerjeve online. A ka rrezik që kriptovalutat tashmë u përdor për shpërlamin e parave? Kriptovalutat është një fushë e re, edhe vërtet paraqet rrezik për shkak që nuk mund të kontrollojmë lëvizjen e tyre. Ne kemi bërë një punë të mirë së bashku me policinë e Kosovës, kemi pas disa aksione në shkatrimin e fermave. Mirë po, deri për vetëm sekuestrimin atyre pajisjeve, ne nuk kemi arritur të gjurmojmë ato mjete apo të nxjerrim ato mjete të cilat kanë qenë të prodhuar nga këto pajisje të kriptovalutave. Kjo është një fushë e re, e cila vërtet kërkon fokus nga gjitha agjencionet e zbatimit të ligjit, edhe trajnime se si mund të nxjerrim ato mjete të cilat janë në ato valleta, në ato kuletat të cilat i kanë krijuar qytetarët dhe i ruajnë ato mjete. Në aspektin ekonomik, vlerësimi juaj, a e zhvillon ekonominë shpërlamja e parave? Apo e dëmton? Në përvojën tonë në Kosovë, a ke pa biznese më shumë të falimentu pse u marrë me këtë punë, apo të zhvillu sukses? Si profesionist, unë nuk guxoj të them se sjell të mira pastrimi i parave. Është ndaluar me ligj dhe si e tillë duhet të luftohet nga gjitha institucionet, duke përfshirë edhe doganën në këtë rast. Na mbetemi të përkushtuar që të gjitha rastet që identifikojmë se ka mundësi të pastrimit parave, ti njoftojmë njësitin e inteligjencës financiare, apo edhe kur ka prova të mohueshme drejt edhe policinë e Kosovës. E përmendet që keni bashkëpunim me shtetet e rajonit, Mali Zi, Shqipëria, Maqedonia janë oaza të krimit organizuar. A shihni si rrezik që prej këtyre oazave në Kosovë mundet mu investu pare e krimit? Kem pas raste të cilat i kemi punuar bashkarisht me kolegët e këtyre vendeve, deponimi i mjeteve nëpër bankat kosovare të shtetasëve të Shqipërisë, Maqedonisë, mirë po kemi pranuar informata edhe për shtetasë kosovarë të cilët i deponojnë nëpër banka atje dhe kryejnë pagesa nga sistemi i tyre bankar. Kemi arritur një bashkëpunim të mirë, sidomos me Maqedoninë dhe Shqipërinë, gjitha deklarimet e shtetasëve kosovarë që deklarojnë në Maqedoni, ata na i përcjellin. Dhe me këtë rast ne i krahasojmë ka deklaruar tek ne me rastin e daljes apo hyrjes në Kosovë, edhe i shkëmbejmë dhënat me qëllim të vetmin luftimin e kësaj dukurie. Deri më sot ne kemi pas disa raste të mira. Mosdeklarimi i mjeteve monetare trajtohet nga dogana e Kosovës. Për mosdeklarim, gjoba është 25%.
25% e mjeteve të pa deklaruar konfiskohen me njerë vetëm për veprën e mosdeklarimit. Pjesa 75% në bashkëpunim me prokurorin duhet të argumentohet se si janë fituar dhe pastaj të merret një vendim a të lirohen apo jo. Deri tash, parat e cilat janë hetu ose nuk janë deklaruar në hyrje në kufi, çfarë pare kanë qenë? Kanë qenë remitenca apo kanë qenë pare të drogës, të krimit organizuar që kanë ardhur prej Evropës? Është pamundur ta them këtë. Kemi dy rastet. Kemi raste që janë raportuar nga autoritetet bankare. Personi X ka shku dhe i ka deponu 300.000 euro. Ne nuk kemi të dhëna se si i ka deklaruar në kufi. Mirë po ma vonë, mes bashkëpunimit që e kemi me policinë e Kosovës, kemi argumentuar se një ditë më herët ka hyrë në Kosovë, po vetëm nuk i ka qenë i njoftuar me ligjin dhe nuk i ka deklaruar. Po kem pas raste dhe personat e cilët ma vonë janë shoqëruar nga policia dhe kanë kryer hetime. Hetime për të cilat unë nuk i kam informatat në tutje. Cilat vende mendon që mundet me pas më shumë pare po e flas prej Zvicrës, Gjermanisë, Anglisë, prej kësht? Kohëve të fundit, në bazë informatave të inteligjencës që i kemi, shumica parave cila është duke lëvizur është vjen nga Anglia. Janë funtat anglezë, qytetarë tonë dhe të vendeve të rajonit të cilët punojnë atje, e lëvizin poundin anglez në për rajon pa e deklaruar. Mirë po, këto informata i kemi të gjithë ne, të gjithë administratët doganore, të gjitha shërbimet policore dhe automjetet me targa të regjistrimit nga ky vend, konsiderohen si automjete me risk dhe kontrollohen çdo hyrje dhe dalje gjatë rrugës prej Anglisë deri në Kosovë apo me tutje. Nëse kishe përmend një rast të suksesshëm ku janë nxonë pare ose është hetu për pare të arta në cash prej vendeve të... Fal bashkëpunimit që kemi me agjencione ndërkombëtare, ne kemi arritur të identifikojmë disa raste. Kemi edhe raste të cilat fatmirësisht është sjellë dhe vendimi nga gjykata dhe janë dënuar për veprën e shpërlarjes së parave, po shumicën e rasteve qytetarët tonë vetëm dështojnë të i deklarojnë. Kanë origjinë, kanë mjete dhe nuk janë të informuar mirë po edhe kultura, mentaliteti, frika nga kaluara se nuk duhet të deklarojnë, nuk i deklarojnë. Po, lëvizja mjeteve në drejtimin e kundërt, nga Kosova jashtë, mbetet një sfidë akoma për ne, kemi deklarimet të cilat nuk përputhen me ato të importit, kështu që për neve është një bazë mirë për fillimin e hetimeve, qoftë për shpangë nga tatimi, apo për pastrim të parave nga policia e Kosovës.